4 nga 6 ndeshjet e javës së 6 të kampionatit të kategorisë së parë në futboll do të luhen të shtunën. 8 ekipe do të zbresin në fushë për të përballur me njëri tjetrin. Ndërkohë kjo javë ka rezervuar ekipit të Burrelit një nga përballjet që përmban më shumë emocion pasi do të presë në Liri Ballabani ekipin e Korabit, ndeshje e cila mes tyre është llogaritur gjithmonë si një derbi për shkak se janë skuadra brenda të njëjtit qark. Ndërkohë, ndryshe nga javët e kaluara, ndeshjet e kësaj jave do të nisin në orën 14:00. Skuadra e drejtuar nga tekniku Samuel Nika i ka vjuar normalisht me seanca stërvitore, ndërsa lojtarët kanë marrë këtë të premte udhëzimet e fundit për të qenë gati të shtunën të zbresin në fushën e gjelbër ndaj skuadrës Dibrane. Drejtuesi i stafit teknik thanë se ndeshja është vlerësuar maksimalisht si çdo ndeshje tjetër e luajtur deri tani. Megjithatë, ekipit i është kërkuar të mos gabojë gjatë lojës dhe të marrë 3 pikët maksimale në këtë ndeshje për të vjuar me rezultatet pozitive që ka patur në 4 javë radhazi. Veç takimit Burreli me Korabin, të shtunën do të përballen edhe Iliria Besa, Skënderbeu Kukësi dhe Lushnja Kastrioti, ndërsa 2 ndeshjet e tjera, Pogradeci Luftëtari dhe Laçi Apolonia, janë luajtur këtë të premte.